Me sa duket, marrëdhënia mes Danja Kokës dhe Egli Takos në Big Brother VIP Albania është prishur. Ata kanë pasur një përplasje të fortë mes tyre duke bërë akuza të ndërsjella. Ishte Egli ajo që i tha Danjës se kishte treguar fytyrën e saj të vërtet dhe se e kishte dhënë besim për çdo gjë. Ndërkohë Danja i shpjegoi se ishte afruar me të vetëm për të shpëtuar nga gjesti. Ke dashur të qëndrosh me një vajzë për të shmangur gjestin, je një mashtruese, i tha Danja. Të kam respektuar pa mas, edhe kur më kanë pyetur nuk kam thënë asnjë fjalë të keqe për ty, kjo është shumë e padrejtë, duhet të ndjesh turp për veten, tregove fytyrën tënde dhe më vjen keq që e bëre këtë. Kur më thonin për shoqen tënde Danja, kam thënë se nuk kam asnjë problem me të. Ti je e pa fytyrë, u kundërpërgjigji Egli, edhe para se të largohej, por edhe pas kthimit në shtëpi, Egli qëndroi pranë Danjës duke i ndarë me të çdo sekret.